I cili e laudonte. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale për t'u bërë apel t'i bashkohen protestës së opozitës kundër mbylljes së TikTokut. Berisha theksoi se protesta e 15 marsit është protestë kundër censurës. Protestojmë për të kundër censurës, mbasi kurrë një kryeministër nuk ka të drejtë të privojë qytetarët e vet nga një mjet komunikimi. Ky bën atë që bënte Enver Hoxha nëse ju kujtohet ju me zërin Amerikës, që i vinte zhurmues në të katër anë apo me televizionet italiane që u vinte zhurmues në mënyrë që njerëzit të mos ndëgjonin të vërtetat nga këto mjete. Në prag të zgjedhjeve parlamentare, Berisha deklaroi se çdo veprim i kryeministrit synon vetëm të mbajë nën kontroll Partinë Socialiste. Së pari po ju njoftoj se po përgatitet që të mos ja marrë kush Partisë Socialiste, por të qëndroj prap kryetari i Partisë Socialiste. Edi Ramën e presin procese ligjore, seri procesesh ligjore. Në Shqipëri, por njeri është më e pror nga gjithë të tjerët, është afera McGonigal. Kështu që mos u çudit që të kërkohet për ekstradim dhe unë ju jap ju fjalen se pa asnjë hezitim do të ekstradohet në Shtetet Bashkuara. Berisha deklaroi se PD e Bashkuar është gati të fitojë në 11 maj, duke ironizuar ish-kryetarin Lulzim Basha. Bashkimi i deputetëve dhe grupit parlamentar ishte vendimtar për forcën tonë politike që të shkojë drejt 11 maj si forcë drejt fitores. Me qenë se po më pyet me emër konkret, përveç Tauland Balls, të garantoj që ai njeri nuk ka njeri tjetër me vete. Nuk ka. As njeri. Naj, demokratë.